Pas 18 vitesh në Vlorë japet shkolla e aviacionit. Në një ceremoni të organizuar me prezencën e kryeministrit Edi Rama në Vlorë, u nënshkrua një marrëveshje ndërkombëtare dhe shumë e rëndësishme mes transportit detar e ajror, me rëndësi të madhe strategjike për aviacionin dhe mbrojtjen ajrore shqiptare, me një nga liderët botëror në fushën e mbrojtjes. Shkolla e aviacionit në Vlorë do të përgatis pilot, ushtarak dhe civil, kontrollor ajror, ushtarak dhe civil. Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij vlerësoi këtë marrëveshje, ndërsa tha se vendi është në një kthes historike në fushën e mbrojtjes, teksa lufta mes Rusisë dhe Ukrainës duket se po përgatit edhe vendet e Bashkimit Evropian të fuqizohen në këtë drejtim. Kryeministri tha se ka lindur e domosdoshme që edhe Shqipëria t'i përqaset kësaj risie. Ne bëjmë të mundur një marrëveshje që i hap rrugën pastaj kontratës me një ndër ekselencat botërore në fushën e industrisë së mbrojtjes, Elbit Systems. Në ndërkohë që jemi në një moment kthese historike në fushën e mbrojtjes, kthesë historike që diktohet pa diskutim nga konteksti botëror, por dhe nga konteksti evropian. E mësuam në mënyrën më brutale të mundshme që lufta nuk është një film dokumentar bardhëzi, por është një realitet fatkeqësisht në dyert e Europës. Por Rama tha se ushtria do të përdoret edhe si një motor i ri zhvillimit ekonomik. Sipas tij, është një nga gurët e mozaikut shumë kompleks që do të bëjë të mundur një epokë të re në forcat ajrore dhe të armatosura të Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama theksoi se kjo marrëveshje do të sjellë edhe punësimin e shumë të rinjve. Përdor industrinë ushtarake si një komponent të ri, si një motor të ri të rritjes sonë ekonomike. Kështu që unë jam shumë besimplot që kjo marrëveshje e nënshkruar sot, e cila është vetëm, siç thash, një nga gurët e një mozaiku shumë kompleks, do të na jap në 4-5 vitet e ardhshme mundësinë të jemi shumë krenar që ishim këtu sot. Dhe jam i bindur që të gjithë ushtarakët e rinj që i shikoj aty në sfond do ta kujtojnë këtë ditë si ditën kur nisi një epokë e re për forcat ajrore të Republikës Shqipërisë, por edhe për forcat tona të armatosura në përgjithësi. Ne kemi njerëz shumë të talentuar, kemi një situatë shumë interesante në fushën e teknologjisë me shumë vajza dhe djemë të talentuar që kanë nevojë vetëm për mbështetje dhe hapësirë.